Sa ka kushtuar bojar kjo sertu, ngritja saj? Ngritja e kësaj sere ka kushtu diku 103.000 euro. Është 42 ori. E kam këtë serë këmë bo me përkrahjen e Ministrisë Bujqësisë vitin e kaluar. Sa përqind? 65-35 apo ma? 65-35% ka qenë. Dhe duhet i thut faleminderit. Po normal, i falenderojmë se kjo është një investim i shmon që duhet me konën, investim i madh, investim afat gjatë, edhe serën e kemi bo moderne, domethënë ka hapje automatike nalt, kulmat hapën, edhe ka 2 dritare ana, domethënë rreth e rreth ka 2 dritare, që bëhet hapje automatike në bazë temperaturës që e programon. E tash pak se na në bujk qesim apo gjërojmë edhe sera me qelç, është numri minimal Kosovë të serave me qelç. Ku është dallimi mes serës me qelç dhe kjo me plastik? Nuk e di, na nuk kemi pasur serë me qelç, po na i aplikojmë këtu ma tepër, me siguri edhe çmimi kushton, është më i kushtueshëm aty në sera tjera. Nuk e di. Ma ekonomike kjo. Kjo ma ekonomike normal, ma ekonomike edhe pse kësaj na mund të më prish najlloni mas dikohe, po nuk jemi provuar si nuk di më tepër. Dreza, viti i parë. Po, viti i parë është i drezës, prodhim viti i parë. A ke dalë ende në treg? Po, kemi filluar me treg që një 34. Ka çmim? Po, çmimi është i mirë. Keni dalë ashtu se keni planifikuar apo me vonesë? Është pak me vonesë, ky vit ka qenë pak më vonë, domethënë ka filluar prodhim, çmillon shitja, po jo më shumë se 5-6 ditë 7. Varietetet e ndryshme të drezës, kemi pasur rast në Frakull, në Shqipërinë e Mesme, ka qenë dreza 1 vjeçare. Ekskluziviteti apo produksi saj ka qenë për tregun e Bashkimit Evropian. Kjo është 1 vjeçare, 2 vjeçare apo 3 vjeçare? Kjo në fushë të hapur mundet me shku deri në 3 vjeçare, po në serra domethënë 2 vjeçare, 2 vjet na lame domethënë, edhe pse viti i dytë bjen prodhimi kogja shumë. Përqindje kogja e madhe. Dhe tash jeni të kënaqur me rendiment? Po, tash rendimenti është mirë. Këto janë drez Florida realisht. Edhe këto prodhojnë tan verën, domethënë prodhimi ka më të vogël kështu për momentin, po tan verën bëhet prodhimi i mjaftueshëm, domethënë e kalan atë. Edhe ka në shumë të ne keni pa edhe në treg, janë disa që janë komerciale, si i them. Kjo është do të thotë për konzumim. Po, për konzumim. Jo për industri. Jo për industri, kjo është për ka në treg që shiten, janë për industri, shiten për konzumim, dhe nuk ka shije, nuk ka ato ëmbëlsi. Ka, domethënë sidomos drezat e importit, ato po vinë pa shije hiç, s'e di çka po bojnë me to. Këto kanë shije shumë të mirë edhe i dojnë konsumatorët domethënë. Sikur mollat, ke pa ato duken bukur shumë, mollat e importit, ndërkaq shijen e kanë, apo si të themi, shumë ma pak sheqer. Dielli i Kosovës ma shumë sheqer, ma shumë groje, ma... Klima është më e mirë domethënë këtu në Kosovë. Ja ka vlet ky investim? Edhe varietetet ndryshojnë, edhe... Ja ka vlet ky investim? Po, investimi ka vlet shumë, normal na kemi nevojë për... Janë llogaritë e para që është fitimi. Po, normal. Me kalimin e kohës është fitimi, domethënë nxirret investimi i serrës edhe vazhdon puna. A ka nisë me shtim prodhimit bjen edhe çmimi tash, sa shkon shitja për këtu? Jo, shitja tash është çmimi i mirë, domethënë në sillet ofër 2 euro për paketim është fjala për 500 gramsh. Domethënë jam të kënaqur me atë çmim. 4 euro kilogrami çmimi i mirë. Sa mund të prodhohen këtu? Pak matematik. 40 ari. 42 ore domethënë janë këtu. Nuk di sa mund me prodhu deri në fund vitit. A mund të arrish? Për me pesh, po gradual, domethënë çdo sezon ka dreza këtu. Dikun 10.000 kilogram. Me siguri po. Me siguri po. A ke dreza edhe në natyrë përveç në serë? A gjatë vitit? Jo, nuk kam. Kum pas domethënë deri në 3 hektar, po jo, më nuk i kam. Për arsye të klimës, ndryshimi i klimës, fatkeqësitë natyrore, kemi pas shira shumë, domethënë vitin 2023 kemi pas breshën edhe doma të mëdha. Edhe për çata jemi të hiq. Sipërfaqe tjera në Serra, atje pam edhe perime. Tash do të shkojmë atje në ato. Po, kemi edhe perime.